Po mblidhemi në një kohë kur institucionet e vendit kanë mbetur pa funksion, kur legitimiteti demokratik ka humbur secilin kuptim në Kosovë, kur Kushtetuta e Kosovës është shkelur me qëllim e në vazhdimsi, kur demokracia është lënduar si vlerë e si besim, e mbi gjitha kur qytetari i Kosovës është lodhur fort, është harruar e është lënë i pashpresë në vendin që vazhdon të jetë fatkeqësisht i fundit në Evropë. Dhe në këtë kohë, në këtë rrethon, duhet ta kuptojmë peshën e veprimeve tona dhe faktin e vërtetë që na qëndron përpara, se deshëm ose nuk deshëm ne, Kosova thërret sërish. Thërret për maturi, thërret për zhvillim, prandaj Kosovës, Republikës tonë, ne lidhja demokratike e Kosovës duhet të përgjigjemi edhe një herë sërish. Prandaj, ja ku jemi edhe një herë, ja ku pënisim edhe një herë, rrugtimin tonë politik për nxitur shpresë mes njerëzve tonë, për të rikthyer normalitetin e qetësinë në vend, maturinë dhe stabilitetin që mungon vendit tonë tash e sa kohë, për të rikthyer normalitetin e institucionit, përgjegjësisë e pushtetit, dinjitetit të vetë shtetit. Sepse sot Kosovën e gjejmë në një moment shumë të rëndë. Gjitha ëndrat që i kemi pasur dikur për një shtet funksional, për një qeveri demokratike të popullit Kosovës, për një kushtetutë që e respektojmë e nderojmë, gjitha ëndrat e mohuara për shekuj, i pam teksa shkeleshin, hidheshin, përdhoseshin nga ata që nuk e kuptojnë dot rolin e vetë shtetit dhe të Republikës, të lirisë, të ëndrës perëndimore që ne kemi si popull i Kosovës. Prej më shumë se një viti, vendi është pa institucione legjitime. Prej më shumë se një viti, vendi është me një qeveri që ka humbur shumicën, besimin dhe besa edhe drejtimin. E vërteta është e thjeshtë dhe e rëndë njëkohësisht, Kosova sot nuk është vetëm në një krizë politike, ajo është në një krizë të thellë morale, në krizë besimi. Besimi i njeriu të shtetit është thyer në momente ku shteti nuk i zgjedh institucionet e veta për një vetë të tërë. Besimi te drejtësia lëndohet në momentin që politikanët janë shumë më të fuqishëm se gjykatësit e prokurorët në Kosovë, kur ligjet nuk vlejnë barabartësisht për të gjithë, kur hajnia mbrohet publikisht e kur Kushtetuta e Kosovës, dokumenti më i lartë i Republikës, shkellet qëllimisht e vazhdimisht. Besimi te ardhmja është zbehur në momentin kur Kosova jonë vazhdon të ecë në masa e sanksione, e vetme, pa aleat, e mbyllur në depresionin më të madh politik që nga shpallja e pavarësisë. Kjo thjesht nuk është Kosova që e kemi undruar ne gjithherë, dhe në këtë Kosovë, qytetari ynë, njeriu i Kosovës, ka mbetur veç vetë. Qytetari ynë sot nuk kërkon as privilegje, nuk kërkon as favore, kërkon vetëm një shtet normal, një shtet që funksionon, një qeveri që punon, një politik që e mban fjalën dhe një ekip që ua bën të ardhme. Ky ekip që ndron pas meje këtu sot, brenda listës 1, 2, 3 të Lirjes Demokratike. Këtë kërkesë minimale, këtë bazë qeverisjes moderne, pushteti aktual ja ka mohuar vendit tash e 5 vite dhe për këtë sot kërkohet përgjigje, kërkohet kthes, kërkohet përgjegjësi, kërkohet shpresë. Dhe shpresë do të ketë, ky është qëllimi ynë sot. Kosova jonë nuk e meriton këtë realitet, nuk meriton të udhëhiqet nga improvizimi, nga aventurat e thella politike, nga inatet e momentit ato partijake të atyre që shpallin tradhtar e patriot teksa qeshen e përqeshen me fatin e qytetarëve të vendit. Të tillët kanë kohë mjaft, apetit për përplasje e përçarje edhe më shumë, patën kohë mjaft, i pat e i pam,
nuk ndalen, nuk ndryshojnë, tani duhet të ndalim ne LDK me çdo çmim në këtë kohë. Sepse teksa përqarësit e Kosovës sillen rreth rahatisë së tyre politike, të pushtetit, të privilegjit, ata vazhdojnë të jenë bindur se gjithçka me popullin e Kosovës është në rregull. Se në Kosovën e fundit në Evropë, gjithçka megjithatë funksionon. Në betejat e tyre imagjinare, ne kemi mbetur e kemi ngecur gjithë. Në betejat e tyre imagjinare, po e humbim kohën ne të gjithë. Në betejat e tyre imagjinare, shteti po grryhet nga brenda secilën ditë. Kjo tokë ka kaluar luftë, ka kaluar sakrifica, ka kaluar betejën më të madhe historike, atë të Ibrahim Rugovës për liri, pavarësi e për demokraci. Dhe kjo tokë nuk është ngritur pas gjithë dhimbjes për përjetuar një dështim shtetar brenda kufijve të vet nga njerëzit e vet. Kosova nuk ka rezistuar për këtë. Kosova nuk ka luftuar për këtë. Qytetarët tonë nuk kanë sakrifikuar për këtë. Prandaj sot, më shumë se kurdoherë, kërkohet zgjim, kërkohet thellësi, kërkohet drejtimëri, kërkohet shpresë. Prandaj sonte në këtë moment të një përgjegjësie të madhe, lind pyetja e vetme që ka rëndësi për ne dhe të tjerët me 28 dhjetor të këtij viti, fatin e këtij vendi që duhet caktohet, pse ne, pse lidhja demokratike e Kosovës, pse ky ekip i yni dhe pse vizioni ynë është zgjidhja për vendin. Përgjigjja është shumë e thjeshtë. Sepse LDK-ja nuk vjen as për hakmarrje, nuk vjen as me mlef, as me improvizim, nuk vjen as me kringjin e këngëve me pushk, e as penjve që duhet shu. E themi se penjët kemi me okput, këngët i mbajnë për atë dhe për dashni, e vetën, LDK-n e kemi për shtet, për republik, liri, pavarësi, demokraci. Penjët kemi me okput, sepse Kosova na thërret sot gjithë këtu. Ne vim me përvojë, vim me dije, vim me maturi e me institucione, me vizion të qartë e të gëzimshëm. Vim me një tradit që nuk e ka përdorur e përdorosur kur shtetin, me një histori që nuk e ka ndarë kur popullin e Kosovës, me një rrugë politike, që gjithmonë e ka mbrojtur interesin kombëtar mbi interesin partijak të vetë lidhjes demokratike të Kosovës. LDK-ja ka qenë forca e normalitetit në kohë të krizave, forca e qetësisë në kohë të përplasjeve, forca e republikës kur të tjerët luanin me shtetin. Dhe pikërisht kjo vlerë është ajo që Kosova kërkon sot: normalitet, qetësi, përgjegjësi, mbi të gjitha zhvillim. Dhe pikërisht për këtë e kërkojnë sot LDK-n të gjithë, sepse LDK-ja nuk është vetëm forcë politike që e njeh mekanizmin e shtetit dhe e ka dëshmuar se mund të udhëhesh me atë. Ne e kemi ndërtuar shtetin kur Kosova nuk kishte asgjë përveç një gjëje të shenjtë, vullnetit të vet, gjën më të fuqishme që një popull mund ta ketë. Ne e kemi dërguar, e kemi udhëhequr shtetin, vendin drejt pavarësisë, kur askush s'besonte se ishte e mundur as si ëndër e as si projekt. Ne e kemi sjell njohjet për realitetin e ri shtetar të Republikës Kosovës, kur bonda ishte ende skeptike. Ne kemi ndërtuar komuna moderne, administratë funksionale, projekte zhvillimore dhe kemi krijuar përvojën e qeverisë së mirë në çdo qytet Kosovës ku udhëheqim, e kemi udhëhequr me plot bindje e dinjitet. Sepse ekipi ynë është ndryshe. Ata nuk janë militantë,
nuk janë propagandist, nuk janë njerëz të eksperimentit, janë profesionist, ekspert, njerëz të fushës së tyre. Dhe me vete e prapa vetës së këtu kam ekonomist, jurist, mjek, inxhinier, akademik, ushtarak, punëtor të ndershëm të institucioneve të Kosovës, patriot. Patriot të vërtet, cilët e kuptojnë shtetin jo si një autoshkollë politike ku du të mësuar, por si përgjithësi kombëtare. Janë njerëz që e shohin Kosovën jo si skenë për përçmim, por si vend për të ngritur. Ekipi ynë nuk vjen të pastrojë të shkuarën, e shkuara e Kosovës është e lavdishme, LDK-ja është krenar për të, ekipi ynë vjen për ta bërë të ardhmen. Vjen si ekip që nuk vjen të përshoj popullin, vjen si ekip që do të bashkoj popullin. Ekipi ynë nuk vjen të flasë për fajet e të tjerëve, vjen të punoj për të mirën e secilit dhe një të ardhme të bukur që na qëndron përpara e na thërret me ngulm. Kosova duhet të ecë drejt asaj të ardhme që po na pret, duke u shliruar nga tashmja ngufatse që na mban tek e shkuara përshorse. Sepse vizioni ynë është i qartë, është perëndimor dhe është i pathyeshëm e i pakthyeshëm. Ne besojmë te Kosova e hapur, jo te Kosova e mbyllur, te Kosova me aleat, jo te një Kosovë në përballje të vazhdueshme me ta. Ne besojmë te Kosova që merr pjesë në botë, jo që fshihet prej saj. Ne besojmë te drejtësia që funksionon, te ekonomia që zhvillohet, te punësimi që krijohet vazhdimisht, te arsimi që edukon breza të ri, tek mjekësia që shëron, tek siguria kombëtare që garanton, tek diplomacia që na bën të respektohemi. Dhe visioni ynë nuk është i ri, është i drejtë, por s'është i ri. Është vizion euroatlantik, vizion i Ibrahim Rrugovës, atit themeltar të Republikës Kosovës. Është vizion i Kosovës moderne, që duam t'u lëm fëmijëve tonë sot, nesër e përgjithmonë. Dhe ky vizion sot është më nevojshëm se kur. Prandaj sot LDK është zgjidhja, sepse vetëm LDK mund ta rikthejë besimin në institucione, sepse vetëm LDK mund ta nxjerrë vendin nga kriza dhe të rikthejë në rrugën e partneritetit me botën demokratike, sepse vetëm LDK mund t'i kthejë vendit stabilitetin institucional, qetësinë politike dhe dinjitetin shtetëror. Sepse vetëm një forcë nuk ka arritur asnjëherë të lëvizë nga boshti i saj identitar, vetëm një forcë nuk ka tradhuar kurrë interesin e Kosovës, vetëm një forcë e tillë mund ta drejtojë Kosovën drejt një kohe të paqartë.